Për të rritur cilësinë e transmetimit të ndeshjeve të futbollit të kampionateve shqiptare, Drejtoresha e Përgjithshme e Radio-Televizionit Shqiptar, Eni Vasili, dhe kryetari i Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar, Fation Hoxhalli, u takuan të mërkurën pasdite me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka. Fokusi i diskutimit gjatë këtij takimi ishte rritja e standardeve të transmetimit të kampionateve shqiptare të futbollit, në mënyrë që emocionet e këtij sporti aq të dashur për të gjithë, të shijohen me cilësinë më të lartë në çdo shtëpi. Siç dihet, Radio-Televizioni Shqiptar transmeton të gjitha ndeshjet e kampionatit Abisnes Superiores, takimet më të spikatura të kategorisë së parë, kampionatin e vajzave që nis këtë fundjavë me ndeshjen Lushnja Teuta, e cila luhet të shtunën në orën 13 dhe do të transmetohet në RTS Sport. Takimi mes drejtuesve më të lartë të dy institucioneve ishte i frytshëm në funksion të partneritetit mes RTS-s dhe FSHF-s në shërbim të rritjes së cilësisë së transmetimit të ndeshjeve të futbollit të kampionateve shqiptare. Kujtojmë se Radio-Televizioni Shqiptar ka ekskluzivitetin e transmetimit të kampionatit Abisnes Superiore, kategorisë së parë, kampionatin e futbollit të vajzave edhe për sezonin e ardhshëm.